Mbi 116 kg që në moshën 7 vjeç, vdesi mituri nga dhuna e prindërve, ata u shqetësuan për qenin. Një çift në Flint Township është arrestuar dhe akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, torturë dhe abuzim ndaj fëmijës pas vdekjes së djalit të tyre 7 vjeçar i cili sipas autoriteteve jetonte në kushte të rënda neglizhence. Prokuroria ka ngritur akuza ndaj Damien O'Brien, 40 vjeç, dhe bashkëshortes së tij, Jessica O'Brien, 41 vjeç, lidhur me vdekjen e djalit të tyre, Gasper O'Brien. Sipas hetimeve, fëmia ndroi jetë në 4 nëntor 2025 pasi u transportua me urgjencë në spital. Raporti mjekësor përcaktoi si shkak të vdekjes kardiomiopatin e dilatuar, një sëmundje që shkakton dështim të zemrës, ndërsa obeziteti morbid u konsiderua faktor kontribues. Autoritetet thanë se 7 vjeçari ishte 127 cm i gjatë dhe peshonte rreth 116 kg në momentin e vdekjes. Sipas prokurorit të qarkut, Gjenez David Litton, rasti përfaqëson një neglizhencë ekstreme dhe të qëllimshme ndaj fëmijës. Hetimet zbuluan se Kasper nuk kishte ndjekur kur shkollën dhe se gjatë gjithë jetës së tij ishte vizituar vetëm një herë nga një mjek, pavarësisht se familja dispononte sigurim shëndetësor. Po ashtu autoritetet konstatuan se ai dhe motra e tij 5 vjeçare nuk ishin regjistruar në sistemet shtetërore dhe se nuk kishte qenë ndonjëherë në mbikëqyrjen e shërbimeve sociale. Policia përshkroi banesën e familjes si në gjendje të rënduar me grumbullim të masendesh dhe kushte problematike jetese. Damien O'Brien dhe Jessica O'Brien ndodhen aktualisht në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht, ndërsa seanca e radhës gjyqësore është caktuar në 2 korrik.